Në shtëpinë e Shem Shabanit nga lagja Fazaneri është kryer bastisje. Policia ka kërkuar materiale që kanë preardhje nga vjedhjet të kryera paraprakisht. Pronari i shtëpisë, Shem Shabani, thotë se kjo nuk është hera e parë që shtëpia e tij po bastiset dhe se nga një aksion i këtillë i realizuar në vitin 2006, djali i tij i vogël ka mbetur me pasoja në të folur. Nga Ministria e Punëve të Brendshme konfirmojnë se është realizuar aksion policor, por se në shtëpinë e Shabanit nuk është gjetur asgjë e dyshimt. Familja Shabani nga lagja Fazanari 2 ditë më parë është shqetësuar nga një aksion i papritur kontrolli nga ana e policisë. Në momentin që është kryer bastisja në shtëpi ka qenë bashkëshortja e Shemu Shabanit dhe djali i tyre i vogël, ndërsa vajza dhe djali i madh kanë qenë në shkollë. Shemu Shabani thotë se kjo nuk është hera e parë që në shtëpinë e tij po kryhet bastisje dhe se si pasojë një aksioni paraprak, djali i vogël ka ngelur me mec. Ai me këtë rast pyet organet kompetente se çka kërkojnë nga ai dhe pse ja traumatizojnë familjen pa arsye. Kjo është herë e ditë. Në 2006 ndodhi e njëjta gjë, ku erdhën këtë shpejën e caktuar për 200 policë kishte, me pancira, me automata, me shishnok, me trema fëmijën. E bën shpejën kontroll, shkon asnjë fakt. Gje 3 gjimës ka qenë sati, unë sherë, shoqe me djalin e vogël, ku djalin e kom nempin 2006, që nuk unë fol pjesaj traume që ndodhi, ajo bastisja, në paraqitet coca. O babi, kjo shpeja ka policë, me automat, me pancira. Kur mrena unë pisheri, e veç shpeja ishte e captumës, që si e pa atë vejet, mrena unë në lëmë, qish është puna. Kimi urdhër për gjigjit, ta bëjmë një kontrol këtej, pa përqish. Kruje si kanë thonë, armë e në drogë, puna shema, unë kur erdha ka gjërat vjedhme. Po, gjinje një gjërat vjedhme, unë e odgovaras. Jo se drogë, jo se oruzhje, gjinim këtë shpaj, unë jam atë. Kjo që më buot mo e dita herë, kjo është një turp, e në është një gjinof ka unë e fëmijëve. Ai thosë se familja e tij tashmë 35 vite punojnë në Austri dhe tërë kapitalin e tyre kanë vendosur në shërbim të djalit të tyre të vetëm Shem Shabani. Andaj ai potencon se nuk e ka pas as pak të nevojshme të merret me gjëra jo ligjore, sepse gjithnjë ka pas me bollëk dhe jo vetëm për ekzistencë. Dje kanë ngërkau armë, kanë ngërkau drogë, shoqës, kur mrejna une, s'kanë gjithë kur gjë. Tëftoni që është puna. Imi sumlimna, më ka edhe nëse në vjedh me këtu. Kjo është shpej, nuk u bo as me ajdutlik, as me drogë, as me oruzhje, as me kriminal. Kjo është bo këtë shumë me djersë. Ska këtu as një gjilpon haram këtë ven këtu. Unë me 3 qere, me kamion, me shpej, vjedh dhe kush pjejet, raqet vjedh me se shkojt vjedh me, unë nuk e di si mundet nodha e gjo. Unë kum me fakte, baba si më qampare për Austrije, me Vesër Union, me autopuza, me kret, me unsujt, kom 5.000 euro kështë paja. Se asë një nuk resë, unë kom fëmi, mund të më vdesë nesër fëmi. Tërmëlefin e derdh tek politikanët shqiptar, a i thot se njerëzit që i zgjodhëm të nëmbrojnë interesat tona na kanë lënë të pambrojtur dhe pa të zot, e në shtëpim pa të zot, çdo kush mund të bëj ato që i kujtohet. Mjerët ne shqiptarët, me këtë garnitur politike që i kemi sujt, momentalisht, se shof Kumanov, shof Tetov, shof Kërqov, shof shumë qytetet, Macedonisë, veç këto anë e shof, që maltretohen motra shqiptare, nona shqiptare, gratë shqiptarëve. Si që maltretohen gjithë familja ime, para një javë maltretohen Bajnis Poshtër, para 10 ditë vë maltretohen Kumanov, e kas më. A nuk është gjinof kjo? A nuk është bollë më të grejnë njërë qaj Ali Ahmeti, të të bollëve shqiptarët me maltretaut. A do të ne vetë grejnë prapë mbrojna? Do të vetë ne të grejnë të bëjmë quda? Ne kurse kimi një njeri që do të ka darbe mas me nga njerëzit. Ku jonë atë bura? Vetëm për zjetë na vinë këne. Për në më vinë hiq. Ne i grejnë dalin, që si kum dalë onë sëjt i javnë, ne i grejnë durët. Sëmë vë mbrëm. Të mbrojna vetë nëse se ku që e ka një familje mund të mbrojë. Po kurse dëkusht në mbrojë, mjaft papon, mjaft kitë këqijet, po e në shpejë nuk në lënë ratë. Do të lëmë në shpejë. Dhe lënë shpejë në atërës dimosht, me jenë dhe hikë për këto. Dhe valojnë shpejë, do një kaurit për Zheleznareke, në vjenë raja e këto. Se kaurit e Zheleznarekës gje, ka në mërajme atë kundrat pala asë njerë, ka në shpajtime, ka në shkilën për shpajtime. A nuk o gjinof, a nuk o turpe. Sa atë shpejt dëkush e ka bo, dëkush jetën e ka sakrifohë për atë shpejt. A dëkush të vje me kundra pinë u licën e të hemrena. Kjo mare, kjo është turp. Unë më nuk di as ku të ankom, as ku të mbrom, as ku të qaj, as ku të shkuj. Kjo është e fonit për mo. Nuk di
Zdi vetëm Zoti shishet na ka në dorë, ajna në animohet. Se për këto organe që funksionojnë, për këto politiqarë që jonë sot, Zoti sa më larg për ati. Rasti në fjalë konfirmojnë edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në kërkesën me shkrim për të na siguruar variantin zyrtar të këtij rasti morën përgjigjen mes avion. Sipas një urdhrese të marrë paraprakisht nga ne prokurorit publik dhe gjykatës me datë 16 nëntor në shtëpinë e personit me inicialet SH është kryer kontroll me dyshimin se në shtëpinë e tij ka gjësende që kanë prejardhje nga vjedhjet të kryera paraprakisht. Megjithatë, gjatë këtij aksioni nuk është gjetur asgjë nga ajo që dyshohej, thuhet në përgjigjen e lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.